Gogi dhe qino, le të filloj më sot. Në kopshtin e kivive do të mësojmë dhe luajmë. Të mbledhim, të pastrojmë dhe të bëjmë ëmbëlsira kaq të shijshme. Aventurat me kivi bashkohuni në këtë ritëm. Gogi thot shiko, qino, atje për te. Në kopshtin e kivive, fruta kudo rreth e rrotull. Varur në hardhi rritën aq lart, le të mësojmë si kivi të arrijë në qiell. Mbledh, pastro, ha dhe bëj, kivit janë një ëmbëlsirë frutash për t'u pjekur nga hardhia në tas. Çfarë pamjeje, kivit kaq të ëmbël janë kënaqësi e pastër. Le qino zgjedh kivin e ti nga hardhia, është i pjekur dhe gati ka shije të mirë. Hiq lëkurën, ka që bute e letë, brenda është e gjelbër dhe e lungshme, sa e shëndritshme. Mbledh, pastro, ha dhe bëj, kivit janë një ëmbëlsirë frutash për t'u pjekur nga hardhia në tas. Çfarë pamjeje, kivit kaq të ëmbël janë kënaqësi e pastër. Gogi përzien kivin, i but dhe i ëmbël. Një krem i shishëm, çfarë kënaqësie. Pastaj akullore kaq të ftohta dhe të ndritshme. Kivi është i përsosur për ëmbëlsira ditë e natë. Kivit janë të shëndetshëm, plot me C, ndihmojnë trupin tënd dhe të bëjnë të lirë. Pra ha një kivi është i mirë për ty. Një shujt të shishme dhe shëndetshme gjithashtu. E gogi dhe kino, dita kam mbaruar, nga mbledhja e kivive tek arkëtimi plot gëzim. Duke ngrënë dhe bërë ëmbëlsira kaq të shijshme, Aventurat me kivi nuk mund të mposhten.